Rivali Aldo Barës, Julian Sulo, i njohur ndryshe si Juli i Pashakos, i ka shpëtuar një atentatit organizuar ndaj tij në qytetin e Lushnjës. Ai po lëvizte me makinë në afërsitë të spitalit Lushnjës, kur 3 autor ende të paidentifikuar i kanë zënë në pritë dhe kanë qelluar në drejtim të tij me breshëri kallashi. Plumbat e kallashit që u derdhën drejt makinës së tij e kanë kapur në këmbë dhe ai ndodhet në spital, jashtë rrezikut për jetën. Ndërsa makina e autorëve u gjetë djegur pak minuta pas ngjarjes në fshatin Lifaj. Kjo nuk është hera e parë që Juli i Pashakos plagoset. Përveç atentatit të kësaj marte, ai është plagosur edhe më 11 qershor të vitit 2016, pas ndeshjes Shqipëri-Zvicër në një pikë baste shpo në qytetin e Lushnjës. Julian Sulo është rival i Aldo Barës, kreu të bandës së Lushnjës. Sulo ka qenë i dyshuar edhe për atentatin e organizuar ndaj nipit të Barës, Giulio Shkurti, në 2017. Sulo u la i lirë pasi nuk kishte asnjë provë që e lidhja me atentatin, që njihet ndryshe edhe si masakra e Lushnjës. Ndërkohë, grupi hetimor po punon për zbardhjen e ngjarjes dhe identifikimin e autorëve, të cilët janë larguar pa lënë asnjë gjurmë.